Malizi i ka filluar negociatat në vitin 2012. Sot ne e kemi arritur Malizi dhe jemi krah për krah dhe plani është që ne dhe Malizi të hymë në BE dhe BE-ja t'japi një sinjal të qartë që po zgjerohet dhe po riunifikohet, se ky është qëllim gjeopolitik. Prandaj ne jemi sot me fatin evropian që na buzëqesh për herë të parë, konkretisht. Për herë të parë. Në 91-92 shqiptarët votuan për tej. Në 92 shkuan shumë për tej. Megjithëse unë nuk e votova PD-n as atëherë, them drejtën, edhe jam shumë i qetë se këtu një pjesë nga ju mos votova asnjë, në fakt, se çat votoja Partinë e Ilir Bejtës, nuk kishte kuptim, po votuan për të ndarë nga një sistem dhe për të futur një sistem tjetër. Pra që votim gjeopolitik. Për herë të parë kemi votim gjeopolitik këtë herë. Dhe Maqedonia është bërë kandidate për të futur në BE në 2005. Sot akoma si ka hapë negociatat. Ne i kemi hapë negociatat vjetë dhe mund të mbyllim 2027-ën, që është një shpejtësi maramëndse, sepse ne kemi punuar për këtë ditë. Ju besoj e kujtoni, po du t'ja u kujtojmë gjithve që kur na thoshin, komisioni thoshte të futet Shqipëria, qoj një Hollanda jo se kemi ca vrejtje, se kishin hallin e zgjedhjeve që kishin atje, qoj Franca jo po shiko se duhet reformojmë mirë gjithë BE-n, pastaj të fillojnë të fusim të hapim negociatat me këta tjerët, dhe na kthenin mbrapsh 3 herë, 3 vjetëresh na kanë thënë mbrapsh. Unë ju thosha, ne do vazhdojmë punën që kur t'i hapim negociatat, t'jemi shumë më përpara dhe nuk do rinë të presim. Dhe sot pikërisht se ne kemi punuar pavarësisht se nuk ne e kanë hapur negociatat zyrtarisht dhe nuk kemi ulur në tavolinë, kemi fituar shumë kohë dhe mund t'i mbyllim deri në 2027. Do të jetë rekord në gjithë historinë e integrimit. Rekord do t'jetë, e fillum nga vrima e fundit e kavallit, nuk na hidhte njëri syt atëherë. Nuk na hidhte njëri syt fare, zero. Dhe sot mund të jemi vendi që i ka bërë negociatat më shpejt nga gjithë, 3 vjet, nuk ndodh. Por ama duhet ta kuptojnë të gjithë që negociatat janë një punë kolosale, janë si faqe, afro 300.000 flet, që duhen lexu, po janë ligje, janë vendime, është një kuadër i tërë rregullator dhe janë edhe marrëveshje të vazhdueshme. Nuk ka asnjë mundësi, nëse ne lëkundemi në 11 maj, sikur 3 muaj të kalojnë me paqartësi, ne nuk e kapim 2027-ën, dhe ne nuk e dim ç'a ndodh në Europë. Atyre i ka ndodhur një tronditje nga gjërat e tjera që kanë ndodhur, që janë fokusuar tani dhe thonë, po, duhet t'i marrim dhe Shqipërinë dhe Malezinë brenda tani me herë sa më shpejt në 2027-ën, t'i mbyllim dhe brenda 2030-s, se mbasi mbyllim negociatat, shkojmë pastaj parlament në parlament, që ngrejnë dorën 27 parlamente thonë e duam Shqipërinë brenda. Që ajo do jetë një histori emocionesh të jashtëzakonshme, kur gjitha parlamentet një nga një të ngrenë dorën, që të fusin brenda shqiptarët dhe Shqipërinë, që deri përpara jo shumë kohësh i shifnin si i dinin për njerëz me bisht. Kështu që prandaj nuk ka këtu demokrat e nuk ka socialist. Këtu është momentin histori kur Partia Socialiste është forca e dur në kohën e dur dhe në vendin e dur. Mund të kishte qellu Partia Demokratike, siç qelloi atëherë. Siç qelloi atëherë, se unë se votova. Se e dija, e shifja, që një ditë janë fut vetëm në atë
në atë foleun. Një ditën që u shpall të qyteti studenti, 40 minuta mjaftun e ndjeva erën Ika. Por ama ishte partia që qëlloi në kohën e dur, në vendin e dur, dhe s'kishin ku shkoshin tjetër shqiptarët përveç se t'ja epshin votën asaj partije që të ndryshonin komplet sistemit. Tani këtu ne shumicën e kemi. Po ne na duhet një shumicë shumë më e fortë, jo për vete, po për të konsoliduar mesazhin me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj dhe mesazhi ynë i Shqipërisë 2030 lidhet me Bashkimin Evropian, prandaj edhe gjithë kjo, sepse ndërkohë ata na shohin për ditë. Ne jemi me patronazhist nga mbrapa, se thon patronazhist e Partisë Socialiste si gjë fare. Patronazhist që ka Bashkimi Evropian që na rri nga mbrapa çdo ditë, bët këtë se bët të. Çdo të hën, 2 ministrat tona të shtetit shkojnë atje. Edhe ulen atje dhe japin llogari. Çfarë keni bërë për këtë? Çfarë keni bërë për atë? Dhe jo çfarë keni bërë vitin e fundit, çfarë keni bërë javën që kaloi. Për çdo javë ka punë që bëhen dhe ka llogari që i jepet dhe ka dhe detyra që merren. Këtë shifeni se nuk keni bërë tamam, këtë tjetër mirë, do vazhdoni me të tjetrën çdo javë. Patronazhist. Dhe edhe këtë e ndjekin. E din ata. Nga afër. Din për çfarë luftojmë ne, din patjetër për çfarë lufton Këneta, din patjetër se çfarë janë moçalet e të tjera, dhe në fund do bëjmë vlerësimin. Çfarë tha populli shqiptar? Dhe populli shqiptar duhet na japin mundësinë. Mua që shkoj edhe trokasa atje derë më derë dhe të gjithë, ne i themi pat, ishte vot për Europën. Vot për Europën e konfirmuar. Dhe këtu s'ka rëndësi fare, jo më pëlqen Edi Rama, s'pëlqen Edi Rama, jo po se ke rruga ime, kanali nuk u bë, se ju bë kanali ati tjetrit, jo po se Arifi nuk unë foli kur kaloi ke liqeni. Këto janë gjitha shumë